Policia shqiptare ka kontribuar në operacionin e koduar Ferdinand të zhvilluar nga policia spanjolle për goditjen e një grupi kriminal kryesisht shqiptar të akuzuar për vjedhje me armë dhe dhunë ekstreme në banesa në Spanjë. Në kuadër të këtij operacioni, u ndaluan 5 persona, mes tyre 4 shtetas shqiptar, ndërsa u sekuestruan 10.590 euro, 4 ora dore të markave të shtrenjta dhe një automjet. Operacioni u realizua pas 2 vitesh bashkëpunimi mes njësisë anti-skifter në drejtorinë e hetimit të krimit të organizuar dhe homologëve spanjoll përmes oficerit ndërlidhës në ambasadën e Shqipërisë në Madrid. Në vijim të këtij bashkëpunimi, policia e Lezhës finalizoi në janar 2026 operacionin Aksi, duke kapur një tjetër pjesëtar të grupit, shtetasin A.I. Hetimet dhe kontrollet në ambiente të ndryshme në Shqipëri vazhduan sipas letërporosive ndërkombëtare. Autoritetet njoftojnë se vazhdon ndjekja për 2 pjesëtarët e tjerë të grupit të shpallur në kërkim ndërkombëtar.